Nëse ndihesh i dëshpëruar, i thyer brenda vetes, mëkatet të kanë rrethuar. Dije që Allahu i lartësuar është falës i madh. Zoti i gjithësisë e pranon robin e tij. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Vërtet, unë jam falës për çdo që pendohet, beson dhe bën vepra të mira e qëndron në rrugën e drejtë. Kështu thot Allahu i lartësuar në Kur'an. Sado pra vllai i nderuar, sado i madh të jetë mëkati yt, dije që Allahu i lartësuar është më i madh. Falja e të madhit Zot është më e madhe. Prandaj pendohu tek Zoti i gjithësisë me sinqeritet. Kthehu tek Allahu i lartësuar, se Allahu i lartësuar i do ata që pendohen.